A ishte mjaftueshëm aq i fort dhe anatundi mjaftueshëm ai tërmet për të kuptuar se ku kishim gabuar që mos gaboni më në pjesën e ndërtimit? Në fakt, ai tërmet nuk ishte kush e di çfarë shumë i fuqishëm. Sepse sipas studimeve të shkencëtarëve tanë të sismologjisë, kemi pasur shumë të mirë dhe vazhdojnë të jenë akoma, po ata që kemi pasur përpara, ne kemi edhe historikun rrënjës së tërmeteve në territorin e Shqipërisë, në gjithë territorin këtu të Bregdetit Adriatik e Jonian, ne kemi zona shumë të rrezikshme ku mund të bjerë një tërmet me intensitet se fuqia e tërmetit matet me 2 shkallë, me shkallën Richter dhe me shkallën më parshme që bazohesht te ballët, shkon deri në 9 ballë. Dhe inxhinieria deri më sot, dhe për tërmet deri në 9 ballë, ka mundësi të marrë masa që objekti, çfarëdo objekti tjetë, mos pësoj kolaps. Dëmtime do pësoj, po kolaps jo që të zërë brenda njerëzit e të vdesin njerëzit. Siç edhe ndodhi në 2019. Në 2019 tërmeti ishte më i dobët se ai që era në 79, që kishte epicentrin në Maltëzi. Aty ka rënë tërmeti dhe unë ndjej pastaj në gjithë zonën Bregdeta, unë ndjej edhe në Tiranë pa diskutim, po Shkodra e ndjej unë shumë nga të gjitha sepse ishte shumë afër, pa diskutim. Tash ka një gjë që do të thonë ne e dim që jemi ban sismik. Dhe e dim që këto tërmete bien me një periodicitet që varet nga afati ose koha që i duhet energjisë brendshme që ka rruzulli toksor të grumbullohet në atë masë sa të shpërthej. Dhe kur shpërthejnë, ndodhin 2 fenomene, ose tërmetet ose vulkanet me ky shpërthim. Sepse kola e tokës Jemi vend vulkanik? Jo vulkanik sim, po jemi vend sismik. Dhe gjithë zona, nga gjithë studimet që kanë bërë shkencëtarët në botë, janë 2 zona të zjarrta që i quajnë, ku janë tërmetet më të fuqishme. Është zona e Mesdheut, ku jemi ne, dhe zona tjetër e Pacifikut. Kështu që këtu në zonën tonë të Mesdheut kemi dhe vulkane, siç është Etna, siç ka qenë Vezuvi e tjerë, por ne në Shqipëri nuk kemi pasur dhe nuk besoj që të kemi vulkane, po tërmete do kemi. Dhe do t'i kemi me një periudhë të caktuar kohore, ku nga studimet që bën shkencëtarët tanë, rezulton që si ai tërmeti i 79-s, jo ky, se ky ishte më i vogël, më i dobët, kishte çliroj më pak energji, mund të përsërite në çdo 35-40 vjet. 35-40 vjet është cikli për të grumbulluar ta energjinë. Dhe ishin fiks. Jemi këtë cikli, Dhe ishin fiks, do të thonë nga 79 në 2019 fiks 40 vjet. Tash duke ditur që je në një vend të këtill, ndërtimi merr disa masa shumë të forta, aq sa ka takatin të përballoj tërmetin, ja thash edhe një, deri në 9 ballë inxhinieria ka arritur që të bëj llogaritjet edhe të bëj ndërtime të tilla, të cilat gjatë këtij tërmeti që është katastrofik, nuk shëmbet godina. Thon dëmtim, po nuk shëmbet i zë brenda njerëzit. A janë